Top Albania Radio, she's on air. Jemi live në Top Albania Radio të dashur miq dhe në kanalin 10 në digital. Unë jam si gjithmonë me vajzat e mia, por në mesin ton është edhe Benita që ne po presim nga momenti në moment të na e dridh studion. Bugatti ku do çoj dridh. Benita, më vjen direkt sa herë shoh buzëqen tënde, më vjen të pyes. Ti e bër virale për dëmbët e tu me diamant. Si e ndjer për këtë? Faktikisht është shumë interesant. Kom dalë intervistë, u kanë intervista live, edhe shumë spontane i kom ja përgjigje, do me thonë pa mendu që kam e shku viral ose çka do koft, edhe masi që u kry intervista, veç kur i pa isha shifrat në Instagram, TikTok, të intervistës, viral, edhe thash, çka bona, mor unë sa nuk rajta, Jana qesh pak. Ja, sa të bukur e ka. Mos e bëni shumë të qeshë Benita se duhet vëmë syze e diellit na verbon. Ka pasur ndonjë dhuratë e shtrenjtë që ti ke bërë vetes tënde? S'po di zakonisht çantat që i blej, po nuk do me thonë që kitë janë originale, se mandej më njerë, ajo ti na një e ki fals, na një original, po normal, diçka kom fals, imitim, pse jo, nuk do me thonë kitë me kanë originale, diçka është originale, çka ja vlen, çka do që më pëlqen, e blej, kom qaft të shqetësi kam ja plotsu vetës dëshira. Çfarë ka vlejt për ty? Ajo top dhurata që i ke bërë vetës ose që ke marr? Është Hermes koleksionin që është. Okej. Edhe e pash e bleva pse jo. Patjetër. Sa gjëra i duhem plotësuar. A të bezdis për shembull nëse njerëzit mendojnë që luksi për ty mund të jetë një domosdoshmëri? Jo, njerëzit që i kom përreth e dinë që do me thonë Benita nuk e knaq luksi. Thjesht me i pas persona që knaqna me ta, thjesht edhe me pak knaqna, nuk do me thonë luksi për mu gjithçka, se di pse. Jo mbrit në shtat qatë frymën që edhe me pas, edhe mos me pas, gjithmonë jam kanë e lumtur, me pak. Ti dhurata i bën vetes, po në fakt unë mendoj që edhe është e vërtetë e testuar kjo gjë, që nuk refuzohen asnjëherë dhuratat nga persona të tjerë. A ka ndonjë rast që ndonjë partner të ka bërë një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe ti e ke akoma, patjetër që e ke, se një dhuratë të shtrenjtë nuk e pse ta heqësh, pse mund ta ketë bërë ish partneri apo jo. Ose mund ta kesh shitur. Na trego pak, ka një dhuratë të tillë, Benita? S'po di. Ajtë se një është rejnë bajt më, mos nga bëj kot tani. Ka. A ka një që do na i veçosh? Orë. Do na thuash vlerën apo do na thuash çfarë lloj ore është? Vlerën s'po e thon, po është Rolex. Okej. Më vesh vetë. Është dhurat. Nuk jam shumë araklike në ora, vnoj edhe ora të lira dhe shtrejta varet krejt, kështu që ti e ke dhurat edhe e kom pranu pse jo. E ke akoma orën. E mbajte nuk e shita. Orën. Se tani unë kam një pyetje. Nëse partneri jote i arshëm e dëgjon këtë intervistën. Unë prandaj ta them. Nëse partneri jote i arshëm e dëgjon këtë intervistë, e thotë dëgjoj, më fal ti ke një dhuratë thot nga ish partneri jot dhe unë jam me ty, kjo nuk është normale. Jo, kjo nuk është problemi. Problemi besoj se është prit se ti merr dhuratë Rolex. Edhe më njëri çan gishtin krye, unë çfarë do të më blej. Na, nuk jam tipi femna që kërkoj dhurata të shtrejta ose çato koft, kështu që mos e tot më shkoj. Po mirë, çfarë do bëje ti me Rolexin tënd nëse ai do të thonte që ti nuk mund ta mbash të dhuratës, tani partneri jot jam unë dhe ti nuk mund të mbash dhurata nga ish partnerit. E ke menduar ndonjëherë këtë gjë? Se ko mendu, fal pyetje që se ko mendu asnjëherë, po se di. A do ta hidhje ti për dashurinë? Po normal. Jo, me nuk do ta hidhte, do ta shiste. Do ta thoshte se do të pushime tash. Pse më hedh? Nuk do ta hidhje, gjithmonë marrim lekët, shkojmë me pushim. Bravo. Edhe i ke matematikën të bërë. Benita, ti në fakt në rrjetet tua sociale shfaqesh goxha herë me jetën tënde të luksit, pra qoftë me gjërat e shtrenjta që ti ke apo edhe me ndonjëherë me këto ambientet që ti frekuenton. A është kjo vërtet jeta që Benita bën apo është edhe shumë e thjeshtë për te asaj çfarë tregojnë rrjetet sociale? Benita është shumë e thjeshtë, unë thjesht muj me thonë që çado që postoj ose qas në story është ajo që e përjetoj edhe ajo që e jetoj, amo po du me thane jetoj edhe jetën e thjesht, edhe jetën e luksit dyat. Po, është një balans, një barazim. Nuk është diçka shumë luks, halo se më bëha milionere, kur bëna milionere i treglajsim për serios. Ore edhe milionere të bëhet, ajo kafen e mëngjesit njësoj do ta pi. Unë nuk e kuptoj, do me thëmë se merrni me llogaritë të tjerë.
Fiks. Nuk është se do ketë më ndryshe nga ju të tjerët, No. kështu që Jena Po mirë, në fakt mua më vjen një pyetje tjetër tani, se meqense e cekëm pak pjesën e partnerit. Nëse ti ke këtë jetën që bën, që jeton midis luksit, por edhe të thjeshtë patjetër pa e menjënuar. Nëse ti takon një djalë që të bie në kokë dashurorësh marrëzësh mbas ti, po ai është njëri i thjeshtë, nuk e bën jetën e luksit. Po. A do të mjaftonte dashuria për ty për të qenë ai partneri jot? Sinqerisht po, për mua nuk ka vlerë luksi, pasuria ose çfarë do koft. Nëse unë kam, ku me pas edhe partneri jam, nuk do me thonë partneri gjithmonë me mbajt femnën ose çka do. Unë jam pro femnave që i kanë arritjet e veta, po. sukseset e Patjetër, veta, po. edhe i kanë gjërat e veta, kështu që nuk i këshyri. Po, a do ishe okay që të fitoje më shumë në muaj se sa partneri yt për shembull? Po, pse jo? Okej. Është shumë me Po, nuk do, a do kishe frikë Në për shembull tërësi. nëse një mashkull mund të arrinte në pikën që të përdorte për të ardhurat e tua dhe për jetën e luksit? me më përdor jo, këtë sa nuk e lejoj. Që Do të të edhe ka verbon pas- dashuria, kujdet. A ka pasur Patjetër marrim raste nuk shumë e ekstreme besoj. që ndoshta nuk do ndodhin kur, por që na intereson pak se si mund të sillesh ti në një situatë të A tillë. ka pasur raste që mund të ketë ndodhur kjo shfrytëzimi, përdorimi për jetën që bën Benita, për personin që është Benita? Tash është pak probleme i hetu njerëzit, me i dallu njerëzit kush don që je, ose kush don që e ki emrin. Po, unë jam një person që i nuhas njerëzit, edhe e kom këtë aftësi, kështu që është shumë problem me manipulu dikush, ose çato që Ty është. nuk të manipulojnë dot, a manipulon dot Benita? Shumë, ma thuaj pak ç'është një horoskopi e tjetër. Një bricjap. Okej. Benita është tamam një bricjap që duhet i ketë llogarit kështu të gjitha. Dgjoj, shpjegimin astrologjik të Benitës do ta lëm në një moment tjetër, sepse koha tek ne vazhdon dhe fluturon dhe ne duhet të shkëputemi për hapësirën tonë të vogël publicitare, por i kthehemi shumë shpejt me Benitën.